për intimidim, për kërcënime. I shton zullumet vetes ai me ato që bën. Sa ai shtrimi madh ai, kërcënon ai. Do t'i shohim ato kërcënimet që bën. Se ato janë me vete, janë përgjegjësi me vete. Intimidimi dhe kërcënimi dhe kanosja janë nene me vete që sikur hiç gjithmonë s'ket në ato. Mjafton që ka kanosur dikë ai minimumin e ka 3 vjet bung. Gjithsesi, deri tani akuzë të re nuk e zhgritur për intimidim. Se di, mund të ngrihet nesër, mund të ngrihet sot flasim bashkë, nuk e di. Prisi sot jetë një tjetër përballje si radhën e parë të acaruar me tone të larta. Dëgjoj ai po të ketë tru, që nuk ka tru, se ai një rrugaç ordinere që e morën e vunat në kryet bashkisë, edhe e përdorën për të pasuruar padishahu i tij Edi Rama, ai mund të bëjë çdo lloj budallëku që i thot truri dhe që e nxisin, se ka dhe që e nxisin. E nxisin duke e mashtruar se s'kupton si ku ndodhet. Akoma kujton se është kryetar bashkie, akoma kujton se mund të komandojë, mund të drejtojë. Është mjeran në këtë pikë. Ka përfunduar ai si në punë shteti. Ka përfunduar. E keni fjalën politikisht? Politikisht po flas. E ka mbyllur mendoni? Kopsitur ajo punë. Avokat, çfarë ju shtyn keni besim te integriteti i gjyqtarit? Ligji. Po, ligjin edhe të tjerët e kanë pasur dhe e kanë përdorur, ma ligj e bën ligjin. E kanë përdorur kur kishin mbështetjen e Pashajit lart, po se kanë më mbështetjen e Pashajit. Tani nuk ka gjyqtar që të veprojë kundër ligjit, se e di ku do vej vetë. Ja u thash, e din mirë se ku ven, po shkelën ligjin. Kështu që cili do gjyqtar të jetë, merr dhe më të dobtin, në thonë se gjyqtari bën një tjetër vetë se lexon dhe zbaton ligjin. S'ka nevojë për filozofi aty. Do zbatoj ligjin dhe nuk ka burr nënë që e kthen mbrapsh, ose që e lehtëson, ose që e intimidon gjyqtarin që të bëjë ato që thot X apo Y. Jo. Ironi e fatit ndoshta po të dy ata që ishin projektuar si pasardhës të Ramës, si Tahiri, si Veliaj, në dorë të këtij gjyqtari. Atëherë nuk ishte kjo situatë politike. Situata politike tani është diametralisht e kundërt me atëherë kur janë dënuar e gjykuar ata. Sepse sot, unë nuk kam thënë juve, kam thënë në mënyrë të përsëritur, madje edhe para edhe mbrëm në darkë. Edhe mbrëm në darkë. Po, ishte një me kolegun tonë Bardhiçuku, po. Jo vetëm atë, po kryetari i Partisë Shpresa Demokrate e tha pastër fare, nuk do ketë zgjedhje, do ketë arrestime. Tani edhe gjyqtarët e kanë dëgjuar këtë, dhe Edi Rama e ka dëgjuar, dhe Sali Berisha e ka dëgjuar, dhe ata pasuesit e tyre e kanë dëgjuar, të tjerë e kanë dëgjuar. Nuk, prandaj të them kanë ndryshuar situata, nuk janë më ata gjyqtarë që janë atëherë dhe me atë mendësi dhe atë mbrapavit që kishin atëherë. Tani gjyqtarët janë lakuriq, si thonë në kuptimin figurativ të fjalës, kanë vetëm tokën dhe ligjin, asgjë tjetër. Tani dhe të zgjedhën të marrë, o do zbatojnë ligjin të mbajnë tokën veshur, ose do japin dorëheqjen, do ikin. Po që të shkelin ligjin, të japin vendim të kundërligjshëm, harrojeni. Ndryshe nga shkalla e parë dhe apeli, të besime keni dhe të e larta, pavarësisht se nuk është të këto... Dhe të gjitha shkallët e gjyqësorit shqiptar, pa preashtim, dhe të kushtetuesja.